Java Italiane e Kulturës bëri stacion në Sarandë me promovimin e letërsisë së dy autorëve italian, Simone Cristicchi dhe Giuseppe Palumbo, u prezantuan me librat e tyre para një auditori krijuesish dhe gazetarësh. Unioni i Gazetarëve të Sarandës dhe Klubi i Krijuesve Jonian iniciuan promovimin e prozës së Simone Cristicchit, titulluar Magazina 18, të përkthyer në gjuhën shqipe dhe vëllimit me poezi të Giuseppe Palumbo në gjuhën italiane. Hekuran Halili, kryetari i Klubit të Krijuesve Jonian, bëri një panoramë të vlerave autentike të prozës së Magazina 18, si një libër me rrëfenja dhimbjeje të shkaktuar nga gjenocidi historik mbi minoritetin italian në Kroaci, i përngjashëm me atë mbi popullsin çame. Në librin Magazina 18 bëhet fjalë për pastrimin etnik të italianëve në zonën e Distrias, që në vitin 1947 autori na thotë që plagët e hapura ende kullojnë gjatë dhe duhet patjetër që të mos harrohen, të falen, por drejtësia të çojë në vend atë të drejtë u takon popujve. Libri, për fat të mirë, i Simone Cristicchit, Magazina 18, është përkthyer në Shqip nga një shqiptare me origjinë nga Çamria që jeton në Itali prej vitesh, që quhet Ylka Hasani. Ka bërë një përkthim të përkryer edhe për faktin sepse ka një ngjashmëri ndërmjet materialit në të cilën shkruan Simone Cristicchi dhe fatit të banorëve të Çamrisë. Guri Pashaj, studiues njohës i kësaj ngjarje, tregoi për realizimin me të cilin historia vjen si letërsi. Në libër e gjejmë me rrëfenja nga më të thjeshtat për të shkruar bukur në një stil të kuptueshëm, domethënë për të tërë. Sot ekziston ajo minorancë atje, ka rreth 20.000, por aty në libër tregojnë qartë tentativat që u bën nga komunistë jugosllav për ta futur atë territor në Jugosllavi, jo vetëm kaq, por edhe qytetin e Triestës. Falë ndërhyrjes amerikane, anglo-amerikane dhe forcës së qeverisë italiane të pas luftës, ajo zonë Trieste nuk u fut, por ajo zonë ngeli domethënë atje dhe sot gjendet domethënë në Kroaci, ku natyrisht gëzojnë që të gjitha të drejtat që kanë domethënë minorancat në Europën e sotme. Me profitin e një krijuese dhe kritike të letërsisë, Natasha Xhelili, që është njohëse e mirë dhe gjuhës italiane, vlerësoi se në vëllimin unë besoj se një ditë, io credo che un giorno, poeti napoletan Giuseppe Palumbo sjell ndjesi filozofike për të vërtetën, për jetën dhe për të ardhmen. Pavarësisht se ndjesitë e tij dukeshin si personale, ato janë ndjesi universale, të cilat lidhen me të përditshme, me tema filozofike për të vërtetën, për natyrën, për jetën. Nga vetë titulli i librit, Io credo che un giorno, unë besoj se një ditë, janë të gjitha ato mendimet edhe futuriste, mu të them, të autorit, që beson në një botë më të mirë, edhe më të pastër, edhe më të sinqert për gjithë brezat e ardhshëm. Vet Palumbo thotë se me librin e tij ai ka funksionuar si një sy që është si dritarja e shtëpisë, nga shikoj gjithçka që ndodh në jetë. Per il mio libro invece è che dopo 30 anni sa i racconto del libri tim pas 30 vjet aktivitet intensive, lindi idea për të marrë dhe trajtuar tema domethënë të rëndësishme të përditshme. La famiglia, la mamma, la vita di tutti i giorni. Disa nga temat është familja, është nëna, janë gjëra të thjeshta domethënë në dukje, por mjaft të rëndësishme për jetën domethënë e njeriu. Poi ci sono gli occhi di cemento, ci sta l'ambiente come fiori senza anima e poi watashi wa nikono wa kudasai. Natyrisht është ajo që aty në thonjza quhet syri i çementos që personifikohet dritarja, ku ti sheh domethënë matan. Promovimi i dy librave të autorëve italian ishte veprimtaria e parë e dimensionit ndërkombëtar që u zhvillua në qendrën rinore të Sarandës, por uruar vetëm një javë më parë.